Sponsor general i emisionit Ihbin Albana është kompania Hazrolli GmbH. Përshëndetje dashur teleshikues kudo që na ndjekni përmes radio televizionit të Dugaxhinit, mirë se erdhët dhe këtë javë me mua Kreshnik Ibrahimin në emisionin Ihbin Albana. Duke ju falenderuar krejt juve që na shkruani, që na ndjekni, që na përcjellni përmes rrjeteve sociale, përmes ekranit të Dugaxhinit në YouTube dhe çdo kund tjetër. Do doja t'ju falenderoj gjithë ju radio televizionin Dugaxhinit që na ka dhënë këtë hapësirë të madhe që të realizojmë një emision që i dedikohet vlerave dhe suksesit të shqiptarëve në diasporë. Hap pas hapi, çdo javë, nga qyteti në qytet, nga shteti në shtet, kemi arritur deri tek sot tek ju. Këtë javë do vizitojmë dy vëllezër nga Banja e Malisheves. Dy vëllezër që kanë ardhur si dy qytetarë të Kosovës dhe janë shndruar në mbretërit e ndërtimit në München dhe në Bavari. Jemi këtu në Pfaffenhofen an der Glan për të vizituar pikërisht këtë emër që gjendet përpara meje, që është Hazrolli Bau Intenemes Group dhe që është sponsori general i emisionit tonë. Do doja një falënderim të bëja shumë të madh edhe për Dubova Reisen, kompanin Fana GBR këtu në München, autoshkolla Gjevat Qerimaj në Stuttgart që ju mundson marrjen e patent shoferit në gjuhën shqipe, si dhe Sinani GmbH. Juftoj që të njekim historinë e dy vëllezërve të Hazrollit, dy vëllezër nga Malisheva që kanë arritur suksese të jashtëzakonshme. Hajdini me mua dhe t'i ndjekim. Nderuar shikues, siç e patë edhe storin, jemi sot te dy vëllezër nga Boja e Malisheves tek Selim edhe Burim Hazrolli këtu në radio televizionin e Dugaxhinit në emisionin Ihbin Albana, në një histori të jashtëzakonshme suksesi të dy vëllezërve. Selim, cili jeni boci i madh, cili jeni i vogli, se da di kam janis se jo të rëna. Selimi është më i madh, domethënë. Po faleminderit se kështu s'po dogna ndoshta që jam më i vjetër, po Selim po ja nisi për ideja. Selim, si ka qenë fëmijëria juaj dhe në cilin vit keni ardhur në Gjermani? Fillojmë nga fillimi.
Na kemi arë në vitin 98, në fund të vitit 98. Me siguri ato data rrallë kush i harron se janë kanë ato data që nuk harrohen. Koha e luftës. Po koha e luftës. Dikon 17 tetor 98, edhe që nga atëherë deri sot. Do të thënë janë bo dikon 21 vjet Po, deri këtu. po. Selim, para se të vinit në Gjermani, si ka qenë jeta e juve në baj? Po, jeta në baj, me gjithë qefe kësha këthy edhe njëherë jetën e atëherit, se kemi pas një jetë shumë mirë, një familje shumë pasër, ka qenë një jetë me të vërtet e mirë dhe si pas gjithë ato probleme, sakrifica që kanë qenë e dim gjithë nga vitet 90 deri në vitin 2000, po prapë se prapë ka qenë ajo lumturia familjare, lumturia fëmijërisë, domethënë gjitha që kemi pasën në kohën e vitet 90. Përim, po kthejna pak të ti. Sot jeni një nga kompanit më të mëdha në Bayern të ndërtimeve, nga temeli deri në kolëm që shqetësojmë shqip. Tregona pak për fillimin e punës këtu, sa ka qenë e vështirë integrimi. Faleminderit mas pari se keni marrë pjesë, keni ardhur, keni gjetë kohë me vizitu. Po vështirë e kemi na se thojnë këto si Oslandera ose shqiptarët e Kosovës në Gjermani, është një vështirësi në fillim për me arrit një emër ose një sukses, se në gjithë jesi i huaj në gjë këto, po me punën edhe me suksesin i arrit çdo të mira, çdo sen i arrit këtu në Gjermani. Mundësit janë për punëtor, mundësit janë për gjinë që dojnë me punu dhe dojnë me pas sukses. Është pak vështirësi, po me punë i arrit çdo sen. Përim, sot jeni ndërmarrë, sot jeni dihet kush është Hazrolli, babun të nemës kup. Apo më tregoni cila puna e parë që e keni bo kur jeni ardhur në Gjermani? Apo më kallëzu drejt? Po, unë mu më tregu puna para kanë me vllavin e madh afrimin, aja kanë këtu dhe unë i kom pas 16 vjet ku kom marrë në Gjermani. Edhe çfarë ditë që kom marrë të nisë dhe kom nisë me punu në firmën e BMW-s Minhem, ditën e parë. Po ta ngjit, po ta vesh një 3 xhampera se më nesha edhe jakne, më nesha si jashtë me punuar komporë madhe. Një të marrë të punu, brani xhamper hiqe, brani një, 3 desho kolla, nuk dishim atëherë edhe... Në fabrikë në Werk, në München. Po, të punu në Knauf. Të punu Knauf, personal, në fabrikë. Okej, do të thonë të punu Në kips? objekt, në Baushtell, po në fabrikë të me. Po. A kam objekti parë ose dita parë në Gjermani ku kom punu. Për ty Selim? Po, përafërsisht do me thonë të njëjta, janë ato ditë e para, se sukur krejt tjerë do me thonë kemi pas gjithë mbështetjen dikon familjarëve, vllahun, babën, kushëre, edhe po ashtu edhe ne kam filluar me vllahun e madh. Edhe ato ditë ishin se nuk keni ndjenë çfarë punë do të krysh ose S'ja ki ideni, kur vjen prej atjeshit se mendojshme që këtu do jetë krejt diçka tjetër. të pare, nuk ka nush në me Po, në pare. realitet ka qenë domethënë njëjta një ditë normale punës. Apo më tregoni çka keni bu me rrugën e parë? A keni qu të shtëpia, a keni marrë për vete, po. Rrugën e parë ja kena dhënë vllavit të madh edhe i kena qu krejt të shtëpia. Asnjë vetëm 80 euro të azilit i kena marrë. Në atë kohë rishit në azil. Po, në atë kohë na kanë vitet e para në azil, edhe 80 mark kemi kanë ato tornat e azilit që do 80 mark çerat krejt për shtëpi. Fill direkt, rrugën e parë atje poshtë. Po. Të flasim pak për biznesin e juj. Këtu jeni tash ndër biznesmen më të njohur shqiptar në diasporë. Qysh e fillut këtë biznes, domethënë, qysh filloi mas parti? Po, biznesin mas pari në vitin 2005, me datën 1/2/2005 u qel biznesi parë. Domethënë kur hapja e Hapja firmës e firmës në 2005. 2005 isha aty ofër. Këtu e 14 vjet. Po, isha ofër 21 vjeç, ku u qel biznesi parë. A ka qenë e vështirë në atë fillim burim? Po, ka pas vështirësi, po ka pas vështirësi se nuk na pas një
mbështetje prej shtetit ose prej familjes ose prej dikun ose me të mbështetit me 500 euro të para u qel biznesi parë. Veç 500 euro sen asnjë sent tjetër s'kena pas. A jetut burim? A jetut Jo. prej tutës që po dështoj prej Jo, tutës që në nuk atë po ja aspekt daj? që aty është problemi se unë kur në biznes nuk tukna, si nuk po dështon ose diçka, se gjithë me një mene ka me funksionu 100%. Luja mali sheve i forte, Po. stutës, se le. Po jo, në biznes pak të me pas atë rini, mas më tutë se në qovë se nuk rreziko dhe nuk mund me pas një tarme. Po të kuptoj për e... Edhe pse jenë mali sheve, sa pet zbarë pas frikë se shqiptarje. Mërim se më duhet ngusa të jetin atyre same të humorit. Do normale, pak edhe do të me pas një... Do me thonë guxim, mos më Guxim, tu, njeriu duhet me pas Po, mas me pas... Selim, si arrit deri te ky sukses? Kallzona pak rrugtimin që ju njek për më ardh deri këtu. Si ka ndodhur? Po çdo herë kur punon si duhet, kur respekton punën, kur e merr një punë me seriozisht, ma merr mendja që në asnjë punë nuk i dështim. Kur fillon që mas me respektu punën, nuk e man, domethënë terminin, nuk e man kohën, nuk je domethënë i përpikt në termine, në punë, nuk e ban punën si duhet, atëherë në çdo punë, jo vetëm deri në deri, por në çdo punë nuk ke rezultat. Kurse kur e punon punën, ke domethënë me të vërtetë e man respektin te puna, respektin te klienti, respektin te punëtori, vetëm me këtë sene domethënë ja arrit qëllimin edhe vjen Edhe ja del. Ja del ku duhet del. Burim, cili është qelsi i suksesit? Do të thonë, për mu bo një biznesmen i suksesshëm, Biznes më ka 2-3 qelëse janë. Një, puna, 2, realiteti dhe më ka i sakt, edhe një mas shkurt punën me bon kvalitet. Në qofë si janis me rana me dëllave nuk mund me pa sukses, edhe në qofë si nuk punon nuk i sukses. do të thonë, këto janë për ty Këto janë kryesore, baza kryesore si për me arrit një tarmë. Në qofë se thush, jo, unë jam shef edhe nuk po rri në kafe ose po rri nuk shkoj punëtor të punu, jo. Për çdo firmë, tash unë e shoh, çdo firmë, në qoftë se shefi nuk është përpara punëtorëve këto dhe i pori dhe i mromi, sukses nuk do të ka për 6 muaj. Një objekt e ki sukses, ama nuk do të thotë ki sukses tashëm. Respekti ndaj punës, respekti ndaj punëtorit dhe ndaj punës do të jesh sukses. Morim të regona pak edhe për spektatorë që vëna ndjekin, edhe për shikues, edhe për njerëzit që janë kudo në Evropë, me çka merret saktësisht biznesi edhe me çka bën Hazrulli GmbH. Po, Hazrulli Unternehmensgruppe, se në Unternehmensgruppe janë ma shumë firma, ku firma numër 1 që ka ndërtojnë me qelsa në dorë, gjitha... Dhe më thonë shtëpit, ndërtesat, banesa, lokale, gjitha çka ka me ndërtim, nuk jem me thonë vetëm një shtëpia bëjmë, po i bëjmë gjitha punë me ndërtim. Çdo gjë që ka është ndërtim, çdo se me ndërtim. I kem shumë firma i kena blisha nuk ekzistojnë më me pjesë aleta e krejt sena, i kem maqinat krejt tonat, i kem objektet e tona, për zonë ku nuk paguajmë qëra, edhe firma kryesore më rënë me qelsa ndorë, tjetra firmë shet materiale ndërtimore, ku i blejmë materiale ndërtimore të firma jonë, tjetra firmë blejmë toka, i bëjmë planët, i bëjmë projektet, me tjetër firmë i ndërtojmë edhe i shesëm, edhe një firmë e kem ku shpojmë betona ose prejmë betonat gjitha ndryshme prejë dhe shpojë të betonat. Burim, thuj cilat janë objektet që ju po punoni për momentin, ose punë që ju i keni të hapënë si firmë dhe si... Për momentin janë dikon cakt, s'më me thonë dikon 15 objekte janë qelë. Objekte që janë ndërtim më shkurt, objektet maja, nuk pa ato objektet ku punojmë për 2-3 javë ditë, ato nuk i ndjejmë si objekte. Do të ato janë kështu, si ato i bëjmë për klientur, si duhet më kry ose do klientët mja bën një punë mja kry, se e ndim veten
si që më thonë për patjetër për klientin, edhe në qoftë se Ja bëni si thosh ndihmë. një ndihmë klientit edhe punë të vogla për një javë, 2-3 këto nuk i ngjejmë. Objekte ku fillon prej një shumë më të madhe që ato i ngjejmë për të na objekte si janë qelë, edhe për momentin jem në plane për objektet për 2020, 2021, 2022, 2023. Në më thonë një qënë të kontraktu me... Jem plane dhe objekte tona, kemi shumë objekte tona ku këna blet toka dhe jem të planifikuar, të i po planet dhe ja kanë nisë me ndërtuar, më shkot. Selim ti sa erdhe prej Bavushtellës që tash se me burimin isha më gati ti sa na erdhe që tash prej Bavushtellës edhe kallzo për cilës Bavushtellë na erdhe. Unë erdha prej shumë Bavushtella se sa desha në... Do më thonë një dalja kërçu herë një sy. Isha më edhe në Dachau edhe thash të vije edhe unë pak kështu këtë... Atmosferë. Tash ta shikoj pak me ju këtu bashkë. Sa është i madh objekti që po punoni për momentin? Ose një nga objektet? Një nga objektet kemi një objekt në qendër Minhenit që janë 26 banesa. Bën interierin e mbrëmshëm aty, kemi domethënë ndërtimin e mbrëmshëm, kemi shumë kolona që punojnë. Po një ndër ata, ka dhe tjerë që kemi domethënë Dachau që vazhdojmë me punën, 2-3 tjerë në Minhen, kemi në rreth Çtamberut, domethënë janë shumëta. Po një ndër to, domethënë kemi përgjithësi gjithat janë rreth Minhenit. Okej. Bërim pak po fut në ndoshta pak tepër po bëj pyetje, po du edhe për publikun, edhe për publikun që me shiku këtë mrekulli që quhet Hazrolli. Sa shkon përafërsisht qarkullimi vjetor i firmës ose sa mund të jenë shifrat cilat i punon Hazrolli? Po shifrat, për shifra nuk kem pas qef me fol për shifra, po jem më shkurt me miliona shifror edhe janë të kontraktuar i bojmë çdo vit ato gjëra normale, po sakt nuk kem qef me sigurisht me treguese ajo ato janë të firmës, pezon sukses të firmës dhe nuk është shot arsyeshme me nuk diskutohet. E jam është në pyetje jote më përzi. Po, gjë normale, amo jem të kontraktuar dhe kem kontrata edhe me qytetin edhe me komuna, edhe me privat, investor privat kem shumë ku presin me ka mundësi me 6 muaj me një vit pret, më mirë thot po pres, e di si çish më kryjm punën dhe kur. I kem për tash të ardhmen për 3 vjet, kem kontrata edhe në 2022-ën. Do të thonë që tash janë po janë në shkruane, si pa dojmë investuar komunat e krejt më shumë plane. Edhe plani jonë është për objekte të reja për firmën tonë, i kem do të ardhmen të na vizitoni në objekte të reja ku do të ndërtojmë për firmën tonë, për zyre dhe për firmën. Do jemi patjetër aty. Selim, po du me të vetë tash se Bërimi po flet më shumë për kështu, për gjonat administrative, ti po du me dal pak ma direkt. Selim, kush e marr kuletet për ju dyve? Po qërë kuletat kanë hupën tash, po kuletin e kemi na... Po kuletat e karta, kuletat e kartave kemi na një në Kosovë, shqyqër zotit e kemi babën Hale Gjallë dhe... Edhe halo respektoni, kuleta është baba. Baba, s'ka tjetër. Urdhni është i prejme dhe nga... Do këtë pare te baba. S'ka tjetër. Banka qendrore është aty. E tash një pyetje tjetër, cili i doni punëtorët më shumë? Po aty unë s'muj me thonë se cili kem tash një te punëtorë, për zonë tash ka mundësi si një punëtor një anë i mas më kam për një ditë e ka një ditë, është i nervozohën se dhe shka më punëtor. Së besoj se njëri tjetër dallojmë atë që do. Unë i dua i respektoj shumë, po edhe vllavi i respekton shumë punëtor. Tash unë me desh nuk e dua asnjë, me respektoj gjithë. A keni konkurrencë mes juve? A keni ndaj konkurrencë mes juve? Como thonë konkurrencë? Jo, unë punoj më mirë, ti më mirë. Nuk e ke sa. Kem qësh me pasën se ka komi një gjysmorën me ngjesë edhe tonë ditën. Ndonjëherë ndodh edhe ndoshta një ditë 2 edhe deri në 3 që shihemi me 5 minuta.
Do më thonë që shumë që jeni... Bisedat e gati më të maja kryen përmes telefonit, se kush është punën e vet. Nuk e shihni njëri tjetër, me ka jo. Do më thonë s'po mërzit ka vllau me vllau. Edhe dashnia është më mos, ku ta shem më rroll. Po, ku i o vllau. Ose kur të vjetë të zyra birë se vjetë o vllau. Po e keni një adilë në shumë nga trokën gjithë. Shka me nënja ma e vështirë është me po biznes me vllavin, a me po me baqanakin. Po me baqanak, biznes nuk më bon. Po shkon mirë me ta, garat. Po besoj që me çdo një jetë 1/7 një. Po, normal. 1/7 një jetë. Vllau nuk bon të kërkush. Normal. Vllau nuk bon të kërkush. Baqanaku e ka vënë vet, vllau e ka vënë vet, doja ka të vetën, apo vllau nuk bon të kërkush. Do shta pak mirë nga s'mu të kjo pjesë, pak në humor. Pastaj je edhe gazetar ose humorist. Unë aktor, jo, po nuk jam, se kur po jam ka njerë shumë serioz, po thojnë po borë shumë serioz. Ja, serioz, serioz do të më kon tani ku të ulesh me në shumë kontrata sene. Ja, për aty Selim e kera buri, na nuk. Selim, sa punëtor numëron kompania Hazrolli? Po më varet pej kohë sezonale, më varet dhe më tha kohën e dimnit normal që pak më pak se koha e... Dhe më thonë, më varet nga të ftofti nga krejt pranvera normal. Po dhe më kohën e verës, shtohet numri deri 40-50% më shumë se sa që është në kohën e dimnit. Edhe arrit shumë herë dhe më thonë në sezonën kur i gush deri në 80-100, varet si pas objekte si kërkohen. E kom pa burim që keni shumë punëtor nga Kosova dhe që i keni sjell, do më thonë për atje. Sa janë shqiptarë në firmë edhe sa janë të nacionalitetet tuaja? Po shqiptarë janë dikon ofër 40 janë shqiptarë, shka janë angishtelë, si thënë këto janë për firmë si punojnë. E firmët kontraktuese shqiptarë janë më shumë, tani bon atë 50-70, nuk e di sigur, se si tha vllavi ato punëtorë që janë vetëm në firmë, po edhe të firma kontraktuese që punojnë për neve, janë edhe të njëjtën shumë edhe ku njëjtën numër ku punojnë për neve, bashkëpunojnë. Më shkurt që bashkëpunojnë tonë vitin. Cilat janë synimet e juve burim si kompani, do më thonë, ku e shifni vetën 3 vite ose 5 vite? Po, shënimet janë... Kështu si keni fillu, unë e menoj që ju keni mu bu më të nëjtë e bajernit. Planet pak sekrete, ato planet për 5 vite i kom bon, shka janë, po të planet janë për zonës ko kam qef në të parën me realizu, tani me thamë. Adhe se me ondra nuk jetoj, ose me ondra nuk kam qef më morë, po realitet. Tash numër 1, që tash më pore jemi përgatitje për fabrika për me qelë edhe në Kosovë, në mbështetje në shtetit Turmja, no? Edhe me investu në Kosovë atje. Dhe më thënë, planet janë që t'investoni po, në Kosovë, vetëm kontratat, shumica kontrata vjen bon. Ma shkot jënë planifikim për fabrika në Kosovë, edhe do të mbështesem edhe Kosovën, po edhe punëtorët atje dhe familjet atje me mbështet. Se është planifikimi i parë është dikon 30-50 punëtorë që do të punësojnë në Kosovë. Ku do bëhet investimin? Investimi do të bëhet në... Apo në Malishev? Në rrethin Malishev, po. Do më thonë që aty rreth? Po, që aty rreth, në rrethin Malishev. Bëhet fjallë për investim? Po, përgjësi në Kosovë, na shumë Kosovën, po, është... Edhe aje me milione është, ma shkort kontratat në Gjermani me fabrika maqina vjenë në shkru, Me çka do merren këto fabrika në Kosovë, por në qoftë se mundesh me na thotë. Po kem shumë plane për fabrika në Kosovë, po plani i parë është për fasada për Do të thonë të hapni fabrikën e fasadës në Kosovë. Jo, për ka të bën me fasada. Ah, ka të bëj me fasada. Ka të bën me fasada, mon sakt ku cilët do të njoftojnë. Sigurisht se nuk doni ta Po jo, se nuk do të... Sepse është ideja juaj normalisht. Ideja të objektet ndërtohet, të kryet jenë në faza në planin krejt ato me qeveri dhe së shpejti do të realizojmë presim se si vjetë në fund vitit më kry vetëm. Ta shohëm.
Jam këto me Johannes Jung, Architekte i firmas Hasroli GmbH Bauunternehmensgruppe. Johannes, willkommen in unserer Sendung, in unserem Programm. Herzlichen Dank. Johannes, ich wollte dir fragen, wie sind Sie mit dem Hasroli letzte 5 Jahre? War viel Arbeit oder war wenig Arbeit oder? Es war viel Arbeit und es hat sich eigentlich stetig vergrößert. Die Projekte sind immer größer geworden und anspruchsvoller. Ja. Wie groß sind die Projekte? Das größte Projekt, was jetzt momentan ist, sind 50 Wohneinheiten. 15? 50 50 mit 3 Tiefgaragenebenen untereinander. To që dhe mi po thot që projektet çdo ditë më tepër me Hasroli në vinë edhe rriten. Projekti momental që po punohet është 50 shtëpi, 50 ndërtesa, 50 banesa plus me garazhe. Johannes, du arbeitest mit dem Albaner. Ja. Und wie sind in deinen Augen die Albaner? Die sind sehr fleißig, sehr gewissenhaft, ja. Immer da, wenn man sie braucht, ja. Immer Albaner sind da, egal Ja, genau, was. ja. Mhm. Okay, Also ich kann nichts Negatives sagen, nur positive Sachen. das freut mich sehr, wirklich. Johannes, was kann man erwarten später von die Hasroli? Gehen wir mehr groß oder bleiben wir in diesem Niveau? Was meinst du? Ich denke größer, obwohl natürlich Projekte mit, wenn man sagt, man hat jetzt 2, 3 Projekte im Jahr mit 50 Wohneinheiten, ist das ja schon eine immense Größe. Ja. Okay. Johannes, Aber ich denke, bis jetzt ist noch weit nach oben Luft. nur oben. Ja. Okay. Johannes, ich wünsche dir viel Glück und viel Arbeit mit Hasroli und freue mich sehr. Ja, Vielen Dank. Danke. Ja, me Marcelin është sehr simpatish, më i miri i firmës këto, që është edhe njëri që përkujdeset për shitjen edhe blerjen e Hasrolit. Marceli është Einkaufsleader. Marcel, willkommen bei uns. Dankeschön. Marcel, erstmal, ich will dir fragen, was weißt du Albanisch? Eine Frage oder ein Wort oder was hast du gelernt bis jetzt? Weil du bist die ganze Zeit, ich glaube, mit dem Albaner. Genau. Bis jetzt habe ich leider nur die Begrüßungen gelernt, also Mirdita, Mirdita, okay. und mir mam Jess. Mir Jess. Ja. Mir Popschim, Ja, hast du nein. gelernt? Noch nicht. Ein Deutsch, wo redet Albanisch, das ist wirklich Ich gut. probiere Tag Ja, und Tag probierst du. mehr. Jeden Tag, nächstes Mal, ich bring dir eine Abetare. Weißt du, was ist? Leider nicht. Marcel, du bist 4 Jahre bei Hasroli, oder? Nein, ich habe erst Anfang des Jahres hier. Okay, Anfang des Jahres. Genau. Du hast früher mit der anderen Firma gearbeitet und jetzt bist du bei Hasroli. Genau. Warum? Ganz einfach, ich wollte mich weiterentwickeln, beruflich gesehen. Ich habe davor nur Verkauf gemacht für einen Bereich und wollte dann eben übergreifend über die Themen, den Einkauf und was eben auf der Baustelle passiert, lernen. Und da ist meine erste Wahl die Firma Hasroli gewesen, da ich Herrn Hasroli schon sehr lange kenne und ihn Du sehr hast schon schätze. gelernt? Genau. In meinen alten Firmen, ich hatte oft mit ihm zu tun und deshalb gab es eigentlich auch nur diese Option und ich war froh, dass er mich genommen hat. Okay. Po thot Marceli që përpara ka qenë tek një firmë tjetër dhe tash është viti i parë që ka ardhur tek Hasroli, tek firma tjetër ku ka qenë ka dëgju shumë për Hasrolin dhe kanë pas bëj shumë me Hasrolin dhe ka dashur që të vi që të mësoj më tepër mbi profesionin e vet, të ketë përvojë sa më të madhe në profesionin e shitjeve dhe të blerjeve të materialeve ndërtimore edhe këto. Marcel, jeden Tag voll Arbeit mit Hasroli. Ist das schwer? Ja, es ist schwer, aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Also es ist eher guter Stress als schlechter Stress. Okay. Und die Chef? Bist du gut mit dem Chef? Ja. Und Ja. mit Lohn auch?
Auf jeden Fall. Also wir können sagen, das Gesamtpaket, alles passt alles gut zusammen. Okay, super. Schöne Karriere und alles Gute bei Hasrolli und viel Glück. Dankeschön. Marcel, wie mag man unser Symbol? Weißt du unser albanisches Symbol? Ich weiß es, ja. Machen wir das bei der Kamera, sagst du? Was soll ich sagen? Nur die Zeichen? Genau. Hallo alle Albaner von einer Deutsch und einer Albaner Kartoffel. ده حكو جات ما هو جات والله بابا وكونسات بخزوتي وكناشم سيدا ماس بني كاتنا كو جاتي ماس فخريتي وكون فخزوتن كتوت بانيو نيزاتا واي نيزات نستباس زازواتشاستو كو تشيسم تتكو ادن كوي كسيسم ليفات تحسم تمليا صان ستير طلوع صان وجاتي tu är gjort sån en taktör så du bon kovzat när bicke buke sån så oniam tjusem nias när vilke är nias jag ska se jag för på kontoret titta på någon ortodox till som Javier era offer på nias så ton dit en bara sätta på någon häspanal på Hazusen är på noll just att tjusem tu titt sån med böcker med nias stått på sin kait bask to koike tope to docka tishet karazuga se nias där böcker såna stöd ut med folk now koike tope zat jag måste stå to kapke såna när på topp zat svarhet ju kon måste hem stå till sån väskor nej som krismen vip Kurbaken ja, vi wist dat je hem goed hoort. Zo is het pas zo in die kafon door, dat ook aan niet. Kurbaken hem per heer duurt kurbaken wiep. Oh, pas zo dan. Tjek jouws kees met die gaal, het toepit die gaal. Oh ja, die hem terug hem te ponen, te dit zonen. Weet je, zo hem twee keer rap. Het is precies hem wel wat. Merku vabda jag ledina ko kana pas med lut ko lusen fotboll så tena livar i kuna i marashim stativa te dronet stamta chasto ka här väska hon är som chasto molje vab Merku te fotboll zatima besam ni tajte tu tit plä den till lagen då tu tit plä tu tit tokas plä zat vetjas du tjussin med tis med barnen flä och vecka era flä zat kurvexerna att med lut fotboll åt dem jäka kait kartoner ser han så topet det där vi månne så kan dagen med lut eller dina eller ska med lut att göra amo tana här det sjus tjäsia kapost topen tjätana här till kasgel letat mat mer till kapostaf Bessamni tjäsiä kapas tuupin. Iskerkä löytävät maat miet katonet. Vaikea kiipinä väät. Daasi eikä musta daasi maat tuupin skatte spia. Atau tahkemme panu. I märker maat fuote katonet. Vaikea kiipinä väät et jää nihem tyyluit. Dai viipkä sit sen komt ja on ja. Kut ja fossim daasti gaurid viipset. Uutta banka komma kait kotsi saker som är tapatit saken fling av dag jäcka komma vet i gåret. Rap du lutas du jätte upp in jag kommer vap. Tjäsi kapos dupen. Passa zuden tanna hetas dos. Cirka park till koslap. Väs lypka för. Och där ska man ha för oss. Ska man barn. Ja, skisse ska man bara så höga var morat upp när skolan spelet ni på lut. Och där kan jag stå med då att de ska dyka bike. Där ser jag på stupen. Tänä helt vetti sytkä penallat. Va. Nuka på penal till nuka sytkä äite ka på stupen. Eller kun hupke kiipi tina
jag bättre än lojt. Good, no, att det massa lusim to baisin ne vaat vuoto päätei to saat ne veeti det sån jag ni tiedä abbe sanka på sauste att den si muun sin ma olen tietä päin nervosessa oma olla tietä skaisin kapsin sakitsen skaisin nauten etipäisin statiivat viipi päisin statiivat skes mohkos me luutata ja i päisin statiivat vetpäin nautip sekan hupsasta Aten kon dat tiet katonen dat saa hupsen o abbe san saa hupsen väskos kaisen emersen förgasanen där spia ett jag fått sin plogen vad jag fått sin ploget per med des fosas ett bara sin vien kanal att väs mos med luit amo tu luit just non andai che te passa so non andai che te teledina te luit Haisim käitä, kerran me kuumin mua luut. Saati maa haisim käitä, kun iät här pejfotbollet me kuumin lyp ne pa maa joukko sie kapitsa, kun iämai kapits. Passa suoten no kun taisi muu kyhtäs pia paiset luut. Kun kaisim täs pia balvanna pekete dera. Soprana minä, että mä uumeli siihen. Ett nahike. Vipp. Iljasim lup nahar. Tästä tokoit. Älä tokoit, mutta itse älä lumto. Se luusen fotboll. Skena paska med bort tietä. Eskaisim fläsim dom. Att många kont lumto bara sådant ku. Fläsim dom. Älä Nästan no kena på som sen tatt upp till gar, mamma tatt upp till gar och knasen det ser. Taas är nya sudet. Taas ta fotbollen och så investment PlayStation. Investment PlayStation i to hade man kom då en fotboll. Ja, momentan så att det kom PlayStation. FIFA dymätät med FIFA dymätät med Cristiano Ronaldo. Ska pasen kutunen krisanat. Taas tai nias uuditeksyn fotbollen vet bastora. Asnokan kokonen na idag som han vet att jag styr på Facebook ja Cristiano Ronaldo ja Messi ja ka. Ja bonja ni tiedä taki på. Koms boluni trick med nerja med dös. Ves PlayStation. Taas fotbollen är så invest bastora. Bastora luja njoni att ai saula på bonte i gula tietä att när kom luit mos mo bonte i gula vet på att taxor. Ana prepara. Ku no ama. Ku luika och bäta bada. Ku no ama ku luika dina bada och att jag fått kassett. Stop. Nej sen han katon skena posten där så. Na jag tyckte att jag ska pass när man saknar riset och sen när man busslis och konstigt med tackla. Ku no ama. Där jag ska pass maiten med busslin och så att gå hänka med lut till dock vet jag se och kalon busslia eller hackar stå märka samman. Att ja ska gå jo. Pappa och knasin passa så den konservativa och konservativa. Jag kan ha dags ner i tiden som nästa tatuerna rej med där jag kan med stappa amat ner sig tappet kan ha lut bara. Eller kan ha på något där. Där stånd dit i tjejen vet ni på Instagram. Där ska med lut fotboll i tesen vi ska invest på snabbt data. På snabbt data på Insta story på kodjon. Nej, så går jag avfjalla till fotboll i sala på fitanko så sitt nian stammersko så ton never open sig på en ko passa så den nacknasen ja. Nacknasen. Sala på fitanko så.
Se re të këngë për po. A ka qenë e vështirë si shqiptar që të arrini këto ku jemi sot? Unë nuk i shoh prej dy anëve, një anë është ma vështirë se je gjithë shqiptarë prej Kosovë dhe nuk je gjerman. Ata do të me ditë. Amo, si e thash më parë, me punë e arrit çdo sen dhe nuk është vështirë në qoftë se je punëtor, si punëtor i ri, në qoftë se vjen prej Kosovë dhe është punëtor e ka syrin e punës dhe me punu, e ban vendin vetë. Në ditën e parë nuk mund me bë, po marrë 2-3 muaj e ban vendin e vet. Në qoftë se si je punëtor ti edhe mas 3 vite nuk e ke vendin e punës. Edhe si firmë, si biznesmen ose si ndërmarrje, pa punë nuk mund me arrit kur gjë, po me punë nuk ka vështirësi janë, se do të punë dhe do të angazhim. Në qoftë se s'angazhohesh nuk i kur për suksesi. Sigurisht. Edhe çdo përpjekje ka të pozit, po do të më ne kryesori është nuk është vetëm me bë, po me muaj. Selim, shumë njerëz po na ndjekin në këto momente, po na shikojnë edhe shohin këtë histori të dy vëllezërve që kanë filluar nga zero dhe sot kanë arritur. Selim, kush do ishte një mesazh që i drejton njerëzve që na ndjekin, shikuesve që po na dëgjojnë? Një mesazh drejtuar shqiptarëve. Po, unë kisha thënë dhe me dha ne dhe me dha rani më i mirë është që çdo kush ta ketë cilin e punës, ta ketë një pikë që synon të arrijë atë pikë, ta merr çdo punë me seriozisht, domethënë mos ta merr asnjëherë që të punoj 2 ditë edhe të bëhem milioner, ose punoj 3 orë dhe të fitoj ku e di unë sa, po më mirë është domethënë çdo ditë nga pak edhe të vjet deri te pika e madhe se sa për 3 ditë që ta menon që të më rrin dikon e mos jetë kërkoneq. Edhe vetëm me punë, vetëm me korrektësi, me sinqeritet, domethënë çdo kush ja del edhe mos i mërzitesh punës. Se po mërzite që të punoj sot ose të lodhesh, domethënë sot kam punu 5 orë dhe pse punova ka gjatë, atëherë se ki kur. Ne vetë domethënë janë viti 21 që jemi në Gjermani, domethënë fillojmë çdo ditë në ora 5:30, jemi këto deri në ora 6 mëngjesit, edhe domethënë çdo herë jemi të mbrëmtë që dalemi nga këto. Do thot çdo ditë janë efektive punë 12 deri 13 orë punë që punohen. Po të ishëm mërzit, po të kishëm thënë punojmë 2 orë, 3 orë në ditë, me siguri që nuk do të ishim këto në këtë pikë ku jemi sot. Burim se keni mohu kur që jeni shqiptar, Hazrulli, Flamuri, Hazrulli, mbi emri, valvitet në për çdo punë ku ju e bani. Jo, kur ato jem krenar pse jem shqiptar dhe prej ku vim, edhe shembulli numër neat a ka në vitin 2011-12, ku kanë ndërtu këtu objektin e firmës vet, edhe ka dikon 6 muaj ditë Flamuri shqiptar ka valu për mi objekt tona. Në qati, që shë ka zakoni ju. Që ka zakon, po këmishat na kanë mungu, nuk na kanë prunë. Këmishat që i gjerëshim. A më i këna prunë vetë, ka i këmishi e këna prunë. Flamuri edhe me komuna jem shumë mirë pritën. Kanë respekt shumë madh, kanë kryetarët e komunës ose komuna përgjithësi. Kim respekt në çdo punëtor prej firmës tonë, se shkon në komunë, është i mirësarë. Se edhe komuna ka mbështetjen tonë, jem një firmë këto të suksesshëm, një firmë ndërkryesorët ku tatim pagues dhe gjitha i mbështesëm me qerë dhe me sport dhe me jem gjithë mbështetës, po në gjitha sferat, nuk bëjmë senet këshije, po vetëm kanë harë për neve, edhe në respektojnë, e kemë respektin shumë më shumë si firmat gjermane. Edhe Gjerman pak sukur të na jenë pak ka i herë thoi pse për respektojnë ato më shumë se neve, po edhe pse jem shqiptar, jem shumë krenar, edhe do t'jem gjithë ta dim prej ku këna orë, edhe çka jem. Edhe
suksesin e arrit çdo herë pa do ku je. Dhe më thonë që më në shtetë. Selim, burim, këtë intervistë kaq të mirë edhe kaq dashun. Para se ta mbyllim këtë intervistë, unë do doja personalisht ju falenderoj që jeni edhe sponsor general i mbështetjes këtij emisioni. Ju falenderoj në emrin tim edhe të stafit të emisionit Ikbin Albana që mbështetni këtë emision, që më mbështetni mua në aktivitetet e mia artistike. Du t'ju uroj shëndet, punë, mbarësi dhe gjithçka tjetër. Faleminderit shumë për ju e për stafit juaj që keni gjetë kohë me ardhur me na vizitu. Me na po edhe pak shqiptarë që ka pa bojnë edhe si janë. Na mundohem shqiptarët përgjithësi mbështetje me dhon firma shqiptare ose çdo aktivitet shqiptarëve për me ecë përpara se në qoftë se jenë bashkë me bo diçka më ka më suksesshëm, vetëm atëherë ku firma parë ku qel mbështetjes ku pa kërkona, e me pas mbështetjen fillim është mirë me pas për dikona, po se qëllë me mundësitë e vetë. Burim, Selim, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Dashur shikues, ishim këtu në Pfaffenhofen të Münchenit, të Münchenit, me dy vëllezërit, me një histori të jashtëzakonshme suksesi, një shembull i mirë se si shqiptarët mund bëhen dikush, se si shqiptarët mund të tregojnë vlerat njerëzore, shpirtërore dhe të prezantojnë vendin e tyne se nga vijnë dhe të tregojnë që jemi shqiptar, por mbi të gjitha kemi zemër, kemi respekt dhe kemi dashuri. Duke ju uruar gjithë të mirat, gjithë shikuesve që na ndjekin përmes radio televizionit Dugazhin, mirupafshim javën tjetër me një personazh tjetër.